Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partitë politike në Kosovë vjojnë përpjekjet për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Pas takimeve mes përfaqësuesve të partive parlamentare, kryeministri i Kosovës pranoi se aktualisht nuk ka marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Albin Kurti deklaroi se bisedimet do të vazhdojnë për të arritur një zgjidhje. Si lëvizjeve të vendosje, ne kemi mundësi që ta nxjerrim një kandidat sepse i bëjmë 30 nënshkrime. Nevojitën 30 nënshkrime të deputetëve për të pasur kandidaturë. Bashk edhe me pakicat që i kemi në mazhorancë, mund t'i nxjerrim edhe 2 kandidat. Për shkak se me 66 veta mund t'i bësh 60 nënshkrime. Reagimi i kryeministrit erdhi pas dështimit të takimit të dytë me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Kurti bëri ditur se për momentin nuk ka figurë konsensuale dhe as marrëveshje politike, duke cilësuar situatën më të ndërlikuar pas qëndrimit të Partisë Demokratike të Kosovës, sipas së cilës kandidati duhet të jetë partijak. Marrëveshje politike po ashtu nuk kemi, sidomos prej se nga PDK-ja u tha që propozimi duhet të jetë partijak. E kjo e bën më të ndërlikuar çështje. Pra, nuk po flasim me emra të përveçshëm, por ngelet edhe nesër e pas nesër të shohim se çfarë mund të bëjmë ndoj hap përpara, sepse po e ritheksoj, kjo çështje e hapur i ka mundësitë reale aktuale aty. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku pas takimit me Albin Kurti deklaroi se në asnjë nga takimet me kryeministrin emri presidentes në detyrë nuk ka qenë në tryezën e bisedimeve. Abdixhiku deklaroi se në këtë kushte kjo forcë politike nuk ka qëndrime refuzuese ndaj asnjë prej kandidatëve të mundshëm për kreun e shtetit. Sipas gjitha gjasave vështirë, por nëse ka zhvillime të reja, do ta kemi takimin e radhës për cilën do të njoftoheni ju të gjithë bashkërisht. Nuk është kërkuar për asnjë moment deri më tani që të ndodhë një gjë e tillë. Asnjë takim deri më tani nuk ka pas një kërkesë të tillë, prandaj s'mund të flas. Jo, ne kemi komunikime të rregullta institucionale dhe flasim për çështje me interes të përbashkët. Pra edhe njerëz kemi pas refuzim asnjëherë, por nuk është prezant një emër i tillë. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, është treguar kritik me kryeministrin Kurti për mënyrën se si po përpiqet të gjejë një zgjidhje për presidentin e Republikës. Takimet duken më shumë për konsum publik. Fjalët për konstruktivitet janë vetëm fasadë, sepse këtu veç konstruktivitet nuk ka. Ka vetëm situata hipotetike që prodhojnë krizë pas krize. Papërgjegjësia nuk ka kufi, shkruan Besnik Tahiri. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Elbulen Axhiu mohon se emri i saj të jetë i raditur në kandidatët për presidente. Pas interesimit të gazetarëve, Axhiu deklaroi se përgjegjësia e saj është për mbarvajtjen e punëve në Kuvendin e Kosovës. Jam kryetare e Kuvendit, falenderoj deputetët për mbështetjen, as nuk është përmendur, as nuk do të përmendet. Faleminderit shumë. Tirana zyrtare vjon përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit politik me Prishtinën. Kryetari i Kuvendit i Shqipërisë Niko Peleshi, pas takimit me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Elbulen Axhiu, theksoi nevojën për më shumë shkëmbime mes komisioneve parlamentare, grupeve të deputetëve, administratave të dy kuvende, si dhe për parafrimin e legjislacionit në funksion të integrimit evropian. Peleshi përshëndeti edhe rezolutën në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, duke theksuar rëndësinë e një procesi të drejtë dhe të paanshëm. Ndërsa në takimin me kryeministrin Albin Kurti, fokusi ishte tek thellimi i bashkëpunimit dypalësh në ekonomi, politik dhe koordinim rajonal. Me presidenten Vjosa Osmani u diskutua për pozicionimin ndërkombëtar të Kosovës dhe përpjekjet për njohje të reja dhe anëtarësim në organizata ndërkombëtare dhe rajonale. Peleshi rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë në këto procese, si dhe për synimin e Kosovës për të marrë statusin e vendit kandidat. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.